institucionalisht. Po, e pash një debat që ditë shumë si jemi bu si shoqni shumë të me mungesë empatie, me mungesë mirësjellje, ndoshta s'kemi qenë kështu si shoqni përpara, jemi polarizu shumë, jemi acaru shumë, sado që mund të kemi mendime për shembull të ndryshme ose bindje të ndryshme politike, duhet të kemi një farë lloj respekti për çdo njeri, edhe në situata të vështira, e vrejta një farë mlefi në për deklarime, në për komente që nuk përkojnë me qytetarin që duhet ta presim, sepse një njeri vjen me pa prindin e vet edhe në gjendje të vështirë. Pash prej fotografive se nuk e përcolla edhe shumë gjendjen që edhe zoti tha që duke që ishte pak i lodhun, sigurisht i mërzitur, 4 vjet nuk janë pak për mu përballë me një gjyq i cili ka qenë shumë i lodhshëm,